Po tani, nuk e di do me thonë, të na shumë shka ka shku e keq. Unë do t'i referohesha një bashkëbisedimi, realisht një letrë të Pier Paolo Pazollinit, shkrimtarit, regjisorit, filozofit italian, me Allen Ginsberg, cilit mesin e tjera thot, ju, zoti Ginsberg, vini nga New Yorku dhe San Francisco, ku atje vala e shmenduris një energjis dinamike në njëherë përplaset për idet, dhe kur ka përcejen këto kufi dhe përplasen realisht, ju polisve ju hedh një lule. Kurse në vendin tim, qytetaria jonë, e cila fjallorin revolucionare ka të mësumë që kur fillon të flasë, qofshin ata paraproletariati kristian, qofshin proletariati i majtë, me orientime lindore, janë një mori idiotësh të formuar paraprakisht dhe është vështirë që të ketë bashkëbisedim i dish. Do më thonë ata ju nënshtrohen. Dhe ky hendek realisht mes neve të dy parë, pavarësisht qëllimeve tona revolucionare që botën të ndryshojnë për mirë, shpesher rezulton me mosmarrëveshje të thella, sepse ne nuk mund të merremi vesh nuk mund të merret vesh një idiot me një grumbull të shmendurish. Përafërsisht ky është realiteti kosovar, sepse për fatin tonë të keq klasa politike e Kosovës është krijues si grupe interesash që e kanë inisue paraprakisht hujt. Unë miku dhe njerëz Po e përdorë si metaforë, veç goxha e rënë, të thua Jo, s'është metaforë, po është realitet. Ne kemi ardhen me dy lëvizje në momentin ku kemi ardhen, ndryshimet kardinale të Kosovës, me lëvizjen pasorët Ibrahim Rugos dhe lëvizjen e Oçukës luftës. Dhe realitetin e ri të krijuam, ne nuk kemi ditë të bëjmë bashkë. Na kanë mbledh do përfaqësues të Kosovës, se ju kemi dashur, dhe ata përfaqësues të Kosovës kanë qenë njerëz gjatë zgjedhën, që kanë përdorur fuqit për interesat veta dhe para zgjedhës fuqit e rajonit. Çka e bën të pamundur Para zgjedhës që të bëhem edhe më jashtë për Serbia. Në raportin e State Departmentit vitit kaluar me keni thot, në gjitha qeveritë e Kosovës, përfshi edhe këtë aktualen, dominim të jashtëzakonshëm dhe orientim të fuqishëm ka qeveria serbe. Kjo është akuzë e rënë e cila asnjëherë, unë kam thënë ja 2-3 herë këtë studio, dhe asnjëherë s'ka hasë në ndonjë reagim, asnjëherë nga asnjë individ ose institucion s'është përpjek të spjegohet pse të paktën dikush si ka reagu, pavarësisht që është State Departmenti, nëse nuk e ka mirë. Ndoshta pikërisht pse është State Department nuk ka reagime. Jo, se ato janë akuzat rana. Se ne po thotë që kemi institucionet sigurisë konsolidume, cilat i kemi bë bashkë me miqtana, apo jo? Dhe ato institucionet sigurisë në akuzat tilla duhet me reagu, duhet me zbarë të gjana, sepse nuk mundesh me dirigjim të një kombit dhe një shtetit, që të paktën 100 vjeçarin e fundit ka punu me gjithë fuqinë e vetë për ta zgjasu, dhe ti bashkjeton dhe bashkëpunon me atë madje, me urdhnat ati dhe për interesat ati. Kjo është shumë e rëndë, po më shumë keq. Mos komunikimi, është i nati politik? A vijen në konsiderat nuk e besoj se shini ku është problemi. Në Kosovë nuk është kriju një elit politike që planifikon shtetin, që mbron, e zhvillon dhe planifikon shtetin. Po janë kriju grupacionet të interesit politik, të cilat dominim të jashtëzakonshëm ka dhe krimi organizum dhe interesat e ndryshme private e jashtë private, jashtë Kosovës. Këtu nuk bëhet fjalë me marrë të qeverim, me që venin tutje, me bo ushtrim për shembull, me zhvillu potencialet që të energjisë për shembull, që është sektor vital, absolutisht vital i zhvillimit, me zhvillu arsimin, mos ju hime ranë, po bëhet ta merë cilin ministri që ka pare ma shumë,
dhe ka ti orientoj ato para që ti ngelin sa ma shumë grupeve të interesit. Ose sa në qëfar forme do të mund ta zhvat pasunin e shtetit që ende ka me cilë përbashkë. Me zërin e dëshpruar të popullit që ankohet në vazhdimësi që kaluan 2 muaj, as kujt nuk pojnë gutë ta bëjë prandaj qeveri. ne nuk mund të flasim me një zohë. Unë i citova 2 intelektual që kanë qenë të 2 majt, jo rasisht majt, dhe që kanë bërë një diagnozë, do me thonë, që kanë bërë një diagnozë që nuk mundet idioti me të shmendunin më marrvesh. Të marim nga një opinion fillestar për tjerve. Ne të gjendimi me një udhkryq, si me thonë, gati fatal, që do të ripërcaktohemi, kemi porosi, që jemi të ripërcaktum, një porosi nga të tjerat, ishte për shambull porosia nga mbledhja Këshillit Sigurimit për Kosovën, tashi që shambull në grupin e Kosovës u rreshtu vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia, dhe vetëm ato ishin për përfundim të mandatit të UNMIK-ut, që është ende një grep i rezolutës 1244 dhe që të mbanë me një farë mënyre si pezull, si status që shfrytëzon mjaft mirë Serbia. Natyrisht, me fjalë tjera, nëse gjendemi në këtë udhkryq, ne duhet të orientohemi fuqishëm, thellë, jo të lëmë dilema. Orientimi ynë në raportën ndërkombëtare me ata që kanë kriju realitetin e lirisë të Kosovës, duhet të thuhet zdëshën dhe pa ekuivoke. E para, e dyta, masandej, qëndrimi ynë për tarmen e Kosovës, po ashtu duhet thuhet qartë dhe pa ekuivoke, pa pazare. Dhe treta, zhvillimi i vendit, duhet thuhet interesat vitalit shtetit, duhet thuhet nga të gjithë me zot nalt pa ekuivoke. Për tjera të ulemi dhe bisedojmë. Nëse jemi këtu udhkryq, nëse jemi këtu udhkryq, që jemi, atëherë ne kemi thonë ditën kur janë certifiku zgjedhjet, nëse ju kujtohet. E kemi thonë që mas miri për Kosovën do të ishte t'i kthehemi vitit 2001, kur Rugova i fitoi zgjedhjet me përqindje më të madhe se të Albinit, dhe i thirri krejtë dhe bani qeverinë e unitetit. Kishte mundësi me ba veç vetë, me grupet e marginalizume. Aje bani një qeveri të unitetit sepse venit i duhej me folë me një zonë. Jemi me një situatë tillë që vendit i duhet me folë me një zonë. Hajde ta bëjmë deri në zgjedhjet presidentes, një vetë, një qeveri të unitetit, të gjithëve, të ka përcejmë problemet e bisedimeve me Serbin që për llogarin time janë të vdekuna dhe duhet të rikthehemi marrëveshjes të Washingtonit që ta shtym tutje, ta krijojmë një model 3. Ti ka përcejmë problemet akute që i kemi dhe po të halimi shkojmë as një vitit zgjedhje dhe letë fiton kusht fiton. Pikpyetja do t'i zgjidhin